Pra, Dan Krivaçi është i vetmi në Kosovë që deri më tani është dënuar në gjitha instancat, pra të gjitha mekanizmave ligjor. Këtë kuptim Naimi bie që tjetë i dyti. Kështu që legjislacioni pra është ai që nuk jep asnjë mundësi, dhe në këtë kuptim Naimi do të dalë vetëm i vdekur nga kjo. Përveç se mund ta dërgoj në Strasburg, po themi, pastaj është instancat më larta, mirë po për në Kosovë nëse përfundon është shumë e vështirë. Kështu që mirë po ka edhe një palë tjetër që besoj që duhet ta themi, një palë tjetër që thonë që njerëz tillë pse duhet me i dënu me burgim të përjetshëm dhe jo me burgim me vrasje. Se ta zëm se si një qytetar i ndershëm që zgjohet mëngjes, shkon punë, punon dhe me taksat e tij me jetu një kriminal të jetën me në burg. Pra Liridona sot po ha dhe Naimi po ha buk në burg. Kështu që tash mirë po janë këto rregullat ligjore duke përshtat Bashkimit Evropian që ku ndalohet dënimi me vdekje etj. Por gjithsesi unë personalisht jam i asaj që Naimi dhe kushdo qoftë që bën vrasje, po ashtu mos ketë mundësi një qytetar të ndershëm me punu për kriminalet për me dhon buk të jetën. Po them për ta përmbyll këtë, sot Liridona po ha figurativisht, po ha dhej në varr, Naimi po ha buk në burg. Kjo është një ngjarje që i ka tronditur gjithë shqiptarët dhe sot jam i sigurt që gjithë e kanë pritur këtë vendosjen e drejtësisë. Është pritur me entuziazëm Kosovë, sepse më në fund drejtësia u vu dhe çdo dënim tjetër do të ishte skandaloz. Kështu që besoj gjykata ka vepruar pra. Edhe shkallët e tjera janë në presion për ta lënë. Unë besoj që do ta vërtetoj, nuk ka asnjë, sepse për ta prish një vendim duhet të ketë spaku prova ose fakte tjera, nuk ka asnjë diçka. Gjitha provat janë që i ka paraqitur edhe mbrojtja që nuk ose ka pasur mirë, po gjithë ato që kanë dhënë, pra janë konsumuar në procesin gjyqësor. Me që ishim tek fëmijët, keni informacion për vijimin e jetës tyre në Suedi? Janë me gjyshin atje? Po, ata janë në qendrën strehimore për shkak se kanë shtetësinë në qendrën strehimore në Suedi, atje ku shteti spaku deri në moshën 18 vjeçare do kujdeset për ta, pastaj do të fillojnë punën ose do ta fillojnë jetën. Mirë po, megjithatë familja Liridonës shkojnë shpesh i vizitojnë edhe, kështu që ata nuk kanë pranuar, pavarësisht se Naimi ka thënë që fëmijët dëshirojnë, mirë po ta takojnë, po ata nuk kanë dëshiruar asnjëherë sepse kanë parë se si babait tyre ja kanë bajt nënës dorën derisa vrasja ka qelluar. Faton, duke përfituar nga kjo bisedë, lejoni të bëj një pyetje, duke qenë se ju vetëm kronikën, faleminderit, por njëti mirë edhe situatën politike, aktualitetin, zhvillimet aty, dhe aq më tepër edhe më thellë situatën brenda LDK-s, që duket sikur në çdo palë zgjedhje është ai strumbullari ku po han gjithë grupet, fraksionet, darjet. Pra rreth asaj po zhvillohen edhe bisedat e fundit pas takimit të Kurtit me Abdixhikun, nuk kishim një marrëveshje. Në gjykimin tuaj, oferta gjeneroze që tha Kurti, çfarë do të thotë, çfarë fshihet pasaj dhe jemi më shumë afër një konsensusi politik, ndoshta në minutës fundit, apo në fundit na presin zgjedhjet qershor. Në mos nuk do ketë makinacione tjera për t'i shtyr për në verë gjatë pushimeve kur kthehet diaspora. Pikërisht këtë Kurti pra ka plani i tij, pra që të mbajë zgjedhjet pikërisht në kohën kur do të vjen Mërgata dhe ai synon që të japë një goditje të fortë LDK-s dhe në Vjosa Osmani, pra pretendimeve të saj për ta marrë postin, për ta marrë si thua udhëheqjen e LDK-s. Kështu që zoti Kurti nuk ka qenë shumë, po themi i sinqert kuptimin e asaj që ka dëshiruar për ta marrë LDK-n. Thjesht zoti Kurti e di shumë mirë, sepse ai është kalkulant i madh politik, e di që 80% elektoratit rrugëvest janë sot duke votuar vetëvendosjen dhe ai dëshiron që ta mbajë këtë elektorat. Për ta mbajtur këtë elektorat dhe për mos ta lënë me u kthy në LDK bashkë me Vjosën, që po supozohet që të rikthehet një pjesë e madhe e elektoratit bashkë me Vjosën, që po pritet që ta formojë një listë dhe pastaj të bëjë një koalicion me LDK-n. Zoti Kurti duke në atër këtë është interesuar për ta goditur LDK-n dhe për ta pasqyruar në popull si thuash, po themi figurativisht, e keqja e gjithë kësaj. Dhe për të thënë që ne i ofruam çfarë dhe këta janë ata që po i dërgojnë vendin zgjedhje. Kështu që kjo është ka qenë e njohur
si thua, mirë po unë besoj që LDK-ja do ta kishte shumë më të mirë që të thonte zotit Kurti, ne do ta votojmë cilin do kandidat që ju propozoni për president dhe ne brenda kësaj periudhe shumë të shkurtë që na mbetet, sepse po tjetë opozita shumë serioze mund ta çojë zotin Kurti, sepse nuk ka se ka një qeveri shumë të fortë me 64 numra, e ka zoti Kurti krejt, pra me 64 numra zoti Kurti nuk mund ta çojë vendin deri në fund, kështu që këta do duhet ta votonin mirë, po ta kundërshtonin pastaj në aspektin qeveresës. Dhe brenda kësaj periudhe të zhvilloheshin edhe disa reforma LDK që se po duket që ka disa plasaritje, sidomos është duke ndodhur një plasaritje shumë e madhe, një përplasje shumë e madhe mes Përparim Ramës, kryetarit aktual të Prishtinës dhe zotit Abdixhiku. Pra, kështu që janë disa tensione të brendshme jashtëzakonisht të mëdha dhe me njërin me të dy palët që kanë situash vizion ndryshëm se si ta vëllëgjën LDK-n, por është ajo që zoti Kurti pra po dëshiron ta paraqes pra gjithmonë LDK-n. Prandaj LDK si bën ftesë jo PDK, sepse e di që nuk e ka elektoratin e PDK-s, pavarësisht se shkojnë punë elektorati PDK-s voton pra PDK-n, ndërsa elektorati LDK-s është ai që gjithmonë e ka bërë dallimin. Pra po flasim për elektoratin rrugëves që ka mbetur ende besnik i vizionit të presidentit Rugova, cilët pastaj e bojkotuan LDK-n, ku LDK-ja filloi të flirtonte me PDK-n. Pra, edhe ky elektorat mbeti si thuhet askund, dhe ishte zoti Kurti që pati guximin për të thënë që ja këta dy palë që janë bashkë e janë me ne, dhe e mori këtë. Tash ky elektorat për të kthyer LDK, zoti Kurti po mundohet ta mbaj duke rënë LDK për më thonë që mos shkoni se prap njësoj janë ata. Pra, gjithë kjo po zhvillohet kështu. Kështu që unë më tepër shoh zgjedhje sa president. Kjo letra e Trumpit për Osmanin e ngren tua në zgjedhje apo? Jo, zonja Osmani edhe nëse del vetëm, po flas me, ai nuk shkon as 2%. Mirë po zonja Osmani mund të rritet me LDK-n, po me LDK-n sepse ka strukturat e gatshëm, ka degët, ka strukturat gatshme, ka mekanizmat se si të avancohet. Makina është gati. Po është gati, derisa po del vetë ka shumë të vështirë. Pra e ka jashtëzakonisht shumë të vështirë, kështu që unë nuk besoj se zonja Osmani do të ketë guxim për dal vetëm, ajo do të shkojë me një koalicion me LDK-n që edhe siç po shihet mirë, po edhe ka brenda LDK zëra që nuk e duan zonën Osmani, por e sigurt që jo sa me rikthimin e saj e ngrit LDK-n mirë, po jo mjaftueshëm sa për dal në vendin e elektoratit jo për ta bërë ashtu. Prandaj zoti Kurti e di këtë gjë dhe po mundohet për ta, si thua, për ta amortizuar zonjën Vjosa Osmani, sepse zoti Kurti po dëshiron që të futë zgjedhje për ta amortizuar zonjën Vjosa Osmani, dhe në anën tjetër qëllimi i tij tjetër është që kë në zotit Haradinaj për mos ta lënë me kalu pragën. Kështu që këtu janë kalkulime që zoti Kurti po dëshiron ta ndërtojë shtratin për një pushtet shumë gjatë. Ai nuk është politikan që mendon për një pozicion. Ai bëhet tjetër punti më i madh fakt Ramushi këtë radhë. Po, besoj që po, se sipas sondazheve që po bën tashmë, zoti Kurti mbi 40% momentalisht nuk ka lënë, pra nga 51%, sepse edhe unë janë shumë njerëz cilët janë shumë dëshpëruar me zotin Kurti, sepse kanë thënë që me 51% nuk është gjendje për me zgjedhë një president çfarë do më shumë. Pra, ka një pjesë e udhëtar të zonjës Osmanit që janë dëshpëruar me zotin Kurti sepse e kishin konsideruar punë të kryer, pra çështjen e zgjedhjes Vjosës. Ata kishin konsideruar punë të kryer edhe kanë qenë shumë befasuar një pjesë e madhe e tyre kur zoti Kurti nuk e nominoi Vjosën. Mirë po për mua ka qenë e pritur në kuptimin e asaj që zoti Kurti nuk e ka leju ta ketë një person i cili nuk do të jetë më i dëgjueshëm, sepse zonja Osmani nuk do të ishte i dëgjueshëm mandatin e dytë se Kushtetuta e Republikës Kosovës nuk e lejon më shumë se 2 mandate. Zonja Vjosa Osmani ka qenë e dëgjuar mandatin e parë për ta marrë mandatin e dytë. Mirë, për mandatin e dytë më nuk do të ishte dëgjueshme se nuk do të kishte çfarë priste nga zoti Kurti. Duke ditur këtë Kurti, pra nuk ja dha këtë mundësi. Pra, pavarësisht se Vjosa edhe ajo ka qenë shumë e bindur që pra dikon deri në fund të janarit, edhe me një intervistë thotë që unë kam qenë shumë e bindur që është kjo punë e kryer, mirë po zoti Kurti e belujti lojë ndryshe. Paton, faleminderit shumë për 2 çështje që trajtuam. Jam mirënjohës shumë për mendimet tuaja që i ndat me publikun tonë.
Faleminderit.